Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani kos, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës suaj. Njerëzit që hanë kos çdo ditë kanë një rrezik më të ulët të zhvillimit të osteoporozës, sipas studimeve shkencore irlandeze. Studiuesit të udhëhequr nga Emon Laird i shkollës së mjekësisë në Trinity College Dublin, i cili publikoi studimin përkatës në varësi të osteoporozës, sipas New York Times, studiuan të dhënat e 431.000 personave mbi 60 vjeç, duke lidhur dietën e tyre me shëndetin e kockave. U zbulua se konsumi i përditshëm i kosit lidhet me një rrezik prej 39% më të ulët të osteoporozës dhe një rrezik 31% më të ulët të osteopenias tek gratë dhe një rrezik 52% më të ulët të osteoporozës tek burrat, krahasuar me ato që nuk e hanin fare kosin. Njerëzit që hanë më shumë kos në ditë kishin 3% deri në 4% ndësi më të lartë të kockave, sesa ata që hanin më pak treguan matjet. Ato gjithashtu performuar më mirë në testet e fitnessit. Kosi është një burim shumë i mirë i mineraleve, vitaminës D dhe B, kalciumit, proteinët, probiotikëve që e bëjnë atë shumë të domosdoshëm, citon Laird, duke theksuar se të moshuarit kanë çdo arsye për të ngrënë kos nëse duan kocka më të shëndetshme, më të forta dhe gjithashtu një organizëm më të mirë të tyre. Kosi është i pasur edhe me elementë ushqyes që e bëjnë atë të veçantë për shëndetin e përgjithshëm. Përfitimet e kosit janë mbreslënse, sa shumë njerëz janë të vetëdijshëm për këto vlera që e konsumojnë në mënyrë të vazhdueshme, dhe çdo vit gjithmonë më shumë kërkimet janë publikuar dhe informuar mbi të mirat që sjell konsumi i kosit në mënyrë të përditshme. Këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kosit çdo ditë, sipas Health.com. Enzimat në kos ndihmojnë në sistemin tretës, ndonse është e nevojshme që të kryen më shumë kërkime, ka të dhënat tregojnë se mikroorganizmat përbërës të kosit ndihmojnë në përcaktimin e gjendjes gastrointestinale duke përfshirë intolerancën ndaj laktozës, kapsullokok diarren, problemet të zorrës së trashë, sëmundjet inflamatore të zorrëve e të tjera. Probiotikët e kosit ndihmojnë në përmirësimin e sistemit imunitar. Studimet janë të nevojshme përsëri, por ka hulumtime që tregojnë se probiotikët e kosit ndikojnë në përmirësimin e sistemit imunitar. Gjithashtu, sugjerohet që të përfshini kosin në dietën tuaj për të përmirësuar edhe shëndetin e përgjithshëm të trupit tuaj. Kosi është një nga zgjidhjet më të mira dhe një arsenal i vërtet mbrojtës shëndetësor. Ai u mbron edhe nga problemet e diabetit. Ulëntimet e shkollës së shëndetit publik të Harvardit kanë grupuar rezultatet e tyre të studimeve që kanë pasur për bazë histori të mjekësore dhe jetësore të rreth 200.000 profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe të operatorëve të cilët nuk vuanin nga sëmundjet të zemrës, diabetit ose probleme të tjera të rënda. Ndjekja e tyre në vazhdimsi tregoi se konsumi i produkteve të qumshtit në përditshmëri dhe kosi në veçanti nuk ka ndonjë efekt në rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Probiotikët të kosi luftojnë materiale dëmtuese siç janë metalet e rënda. Kosi përmban probiotik. Probiotikët janë në forma më e mirë e bakterieve që gjenden në stomakun ton, ato merren nëpërmjet ushqimit dhe zvogëlojnë absorbimin e disa metaleve të rënda dhe toksinave mjedisore deri në 78% të grave shtatzana. Studimet e kryera në shkencëtarët e qendrës Lawson të Institutit të Kërkimeve mbi Shëndetin në Kanada ofruan edhe provën e parë klinike se si një sasi e kosit me probiotik mund të përbënte rrugën e zvogëlimit shëndetësor lidhur me mërkurjen dhe arsenikun. Ekspertët këshillojnë konsumin e kosit në dietën tuaj, sidomos edhe për të evituar këto dy substanca të dëmshme të cilët ndikojnë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Përfshirja e kosit në dietën tuaj do të ofrojë gjithashtu një larmi të përfitimeve të gjithanshme, të cilat do të ndikojnë vazhdimisht edhe kundër shqetësimeve të depresionit. Studimet e MINT kanë treguar se substanca probiotike të kosit i bën shumë më të qetë ato pas një sjellje depresive, ndërsa studimet e njerëzit deri më tani kanë edhe këndvështrime të pastra dhe rezultatet janë premtuese. Gjithashtu, nëse konsumoni kos do të keni më pak diarre nga antibiotikët.
Në vitin 2012, një meta-analizë e studimeve të mëparshme të botuar në JAMA ka treguar se konsumi probiotikëve lidhet me një rrezik të reduktimit të diarres. Në 63 studime rastësore me një total prej rreth 12.000 pjesëmarrësish, përdorimi i probiotikëve u lidh me një rrezik prej 42% më të ulët të zhvillimit të diarres, krahasuar me grupin e kontrollit që nuk përdorte probiotik. Kosi ndihmon edhe në djegjen e yndyrnave të tepërta. Nëse po ndiqni një dietë për të humbur disa kilogram, jeni të vëmendshëm që pjesët e saj të bëni edhe kosin dhe sidomos atë pa yndyrë. Një studim i një viti më pas i kryer në Universitetin e Tennessee ka zbuluar se personat që përfshinë kosin pa yndyrë në programin e tyre të humbjes së peshës humbën më shumë kile krahasuar me ato që reduktuan vetëm kaloritë. Ngrënia e kosit humbi 22% më shumë peshë, 61% më shumë yndyrë të trupit dhe 81% më shumë yndyrë të barkut për gjatë 12 javëve të studimit. Kosi përmban proteina dhe element fermentues që ndihmojnë në metretjen dhe këto janë në përbërës më të nevojshëm gjatë dietës suaj. Të ngrënit kos në një periudhë më të gjatë mund të jetë vështirë, por organizmi nuk i shkakton probleme. Për të çliruar energjinë e mjaftueshme, konsumi deri në 12 filxhan në ditë. Nëse hani kos vazhdimisht, dieta juaj nuk ka nevojë për drithra ose ushqime të tjera. Kosi është një zëvendësues shumë i mirë dhe i shëndetshëm. Është zbuluar se është një ushqim i rëndë veçanërisht i fast foodeve duke ofruar trupit probiotik. Është përdorur si një antibiotik madje në reduktimin e disa llojeve të substancave të dëmshme. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë për rritjen e imunitetit tuaj. Shumë njerëz e kanë lidhur mendjen e tyre me kosin me periudha të dietës ose si një zgjidhje ideale për diçka të lehtë gjatë natës. Sidoqoftë, këto nuk janë vetëm dy. Përveç kalciumit dhe proteinave, një pjesë e kosit gjithashtu përmban të quajturën bakterie të mira të cilat mbështesin funksionin e duhur të zorëve dhe të sistemit imunitar. Përmirësojnë tretjen dhe mbrojnë nga depresioni. Në fakt, disa ulëntime përkatëse ka disa arsye që tregojnë pse duhet të konsumoni më shumë kos në dietën tuaj. Sipas studimeve, konsumi i rregullt i kosit dhe produkteve të qumshtit me pak yndyrë mbron nga rreziku i zhvillimit të diabetit të tipit 2. Studimet kanë treguar se konsumi i kosit për 4 javë do të ofrojë përfitime unike në shëndetin tuaj të përgjithshëm, duke i dhënë atij edhe rezultatet e shumë pritura. Një studim nga kërkuesi shkencor spanjoll ka treguar se të konsumosh çdo ditë kos mban larg depresionin, dhe kjo vlen sidomos për gjinin femërore. Në studim thuhet se ato që konsumojnë kosin rregullisht kanë 30% më pak mundësi për të prekur nga depresioni në 10 vjeçarin e ardhshëm. Por ky studim tregoi se përfshirja e kosit është një zgjidhje shumë e mirë jo vetëm kundër depresionit, por edhe shqetësimeve tuaja imunitare. Kosi përmban probiotik të rëndësishëm, të cilët do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët vazhdimisht kanë këshilluar konsumin e të paktën një tas me kos çdo ditë, si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese. Studime të tjera tregojnë se përfshirja e kosit është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që duan të humbasin në peshë. Për disa, dëshira për të humbur më peshë mund t'i bëjë ato që të kthehen në çdo lloj zgjidhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose vëzhgimi i dietës së atyre, por zakonisht një kombinim i këtyre gjërave sa u përket dietës së shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programe dietike sipas dietologëve. Kosi është një zgjidhje për një zorrë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimeve dhe thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është dhe kosi. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë për të pasur kocka më të forta. Duke konsumuar kos, ju do të merrni nivele më të mira të kalciumit për kocka, duke përmirësuar kështu edhe një burim të shkëlqyer për të performuar më mirë në shëndetin tuaj të nyjeve. Prandaj edhe përfshirja e kosit në dietën tuaj duhet të jetë pjesë e pandare e ushqimeve të përditshme, dhe kështu vlera do të jenë në dy fish. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.